E ju jam tepër mirënjohës dhe nuk do flas gjatë për shkak se s'kam arrit me lexu këtë libër deri në fund edhe pse kam shpletuar pak. Mirë po, në diçka nuk duhet më jam shef vetës, besoj. Dhe në diçka duhet më thonë Zot lart, në rast se duhet më konë të pastër me tarmën tonë. E kam thonë edhe në rast përballë shkrimtarëve, e kam thonë një diçka që besoj që duhet me elaboru ma shumë. Për gjatë këtë historisë tonë shtetërore, edhe kombëtare, unë besoj që kemi pas defekte tona, nuk kemi qenë ndoshta në gjendje me matëru sa kem harxhu energji që ato që kem ndërtu me shkatru për inatit dikuj tjetër, ose për qëllime pse ka bu kë. Dhe kjo i bjen që ekzistojnë të burra të gra që e kanë bune diçka të mirë, dhe poshtë devotshëm sa këtu burra, sa këtu gra që kanë bune diçka të mirë, ka pas edhe një grup tjetër, medaljes tjetër që manu e janë përpjekshëm me zbohat mirë. Vjen keq pse shteti jonë, shteti që nuk përkufizohet vetëm si në të botë kuptimet që thuhet. Në vitin 97, ku ka ndodhur keqja, ku ka ndodhur diçka që është e tmerrshme për me kujtu, e po e cila nuk bën me u harru. Nikosisht jemi në këtë farbiti që ne shqiptarët kënaj kufinit kemi marrë një mësim për te dhimbjes që kemi pas në të kohë, kemi marrë një mësim dhe kemi marrë një suport tepër të madh sepse na hini me anë me shkrim këtë madh. Kështu që shumë faleminderit që e ke trajtuar me këtë temë, e kanë trajtuar dhe autorë tjerë dhe uroj që ajo që ke bute me met në kujtesën dhe memorin shtetërore, institucionale të Shqipërisë, të Kosovës, me shërby dhe kujna që s'bën më ranë për këtë rrugë të këqija ku shtetin e kemi qunë në prag të shturjes, në prag të mos ekzistimit. Kisha pas shef me ju falendëru që të cilin për juve me emën dhe me tregu mirënjohjen time. Mirë po më lejoni që gjithsa e në këto, zonë e zotëri, t'ju falenderoj, t'ju jep mirënjohjen time për këtë pjesëmarrje dhe pashtu ta kam një lutje, një kërkesë për juve. Kur vini Deçan njëherë, mos harroni me folë edhe ka herë për Deçanin, sepse për neve është tepër e rëndësishme, në vend që e ka pas një rrugë të vështirë. Libri Në emër të gjakut është një libër me tregime, ka dhe një novel ose dy, nuk e mbaj mend. Por është një libër krejt i veçantë në suazën e botimeve shqipe të kësaj periudhe. Ky libër është i tëri për dhimbjen. Që nga dhimbja për vrasjen e qenit shtëpisë e deri tek dhimbja e një nuse e cila ishte shumë e bukur dhe në atë periudhë traziret mendore, kisha me thamë, ajo humbet burrin, humbet vjerrin, humbet familjen, humbet gjitha, vetëm se ishte e bukur dhe që ishin disa të çmendur të asaj kohe që sigurisht që janë edhe kriminalë. Pra, dhimbja duket e lehtë me trajtu për një shkrimtar, sepse dhimbja prek gjithkë. Dhimbja tjetrit, domethënë. Por dhimbja në letërsi është delikate se mund të biesh në një letërsi sentimentale, ose mund të biesh në një letërsi viktimash, mund të biesh në shumë kurthe, të cilat e zhvlerësojnë letërsinë. Dhe Ahmeti ka përsysh shumë mirë këto kurthe, dhe ai nuk e trajton dhimbjen me sentimentalizëm vetë. Ai e trajton dhimbjen si një arsye, si një mundësi që jepet shkrimtarit me zbërthyr temperamentin, karakterin, dëshirat. Ndihem shumë i nderuar që më jepet fjala në një prej tempujve të lashtë Dardan, siç është Deçani, Dardano i Lirë, Arbnor dhe Monfund Shqiptar. Sot shkaku i këtij takimi është
një vëllim me tregime, si që thave më para, i miku ton Ahmet Preshi, i cili në ka sjell emocionet e tia të trajtuara artistikisht me përgjithësinë e klirtmës së gjakut, me përgjithësinë e dhimbjes, me përgjithësinë për të nxjerrë artistikisht në dritë ato ngjarje të cilat ne të Shqipërisë poshtme, po themi, i përjetuam në atë kataklizmën e 97-s. Situata më e keqe për një shoqëri nuk është një vend i pushtuar, nuk është as një vend në diktaturë. Situata më e papërcaktueshme është një vend në kaos. Ky libër është libër tregimesh, dy novela pak më tregime pak të gjata, po ju a them me bindje, me ndjeshmëri të thellë, jo vetëm si botues dhe si autori libra me tregime. Tregimi është gjëja më e mirë letërsinë çike. Letërsinë, domethënë përgjithësinë letërsinë, sepse me tregimin fillon rrjeva e lumit që e bën detin. Pra dhe tregimi e bën romanin, i bën gjitha gjërat tjera. Mjafton të dish ta bësh shkëpimin, qoftë edhe ti fjalim, po ti fjalim me kuptim. Në këtë libër, që është një lloj kronike letrare, e një periudhë shumë vështirë, por jo vetëm në periudhë e 97-s, kur si për ne ka qenë tragjedi shumë e madhe, jo vetëm se po digjej Shqipëria, por sepse po vendosej dhe fati i Kosovës. E dini fatmirë çfarë gjendje kemi qenë emocionale. Thash, është një lloj kronike letrare me ndjeshmëri shumë thellë, që ka lënë përshtypje, që pak po e xhelozoj, eleganca. Ka një elegancë të tmerrshme në kuptimin e mirë të fjalës, një elegancë shkrimi që rrallë shoh të tregimit i përgjithshëm, qoftë origjinal shqiptar, qoftë edhe botror. Një elegancë e jashtëzakonshme. I besoni apo jo kur flet për dhimbjen, për piqet tanë besoj atë dhimbje që mos të ndjej më shumë dhimbje. Aq humant që. Dhe unë falenderoj që nga mundësinë që kënaqem pak se kemi mungesë tregimit, ne për viteve të fundit kemi mungesë tregimit që është shumë keq. Shumë keq, unë e respektoj shumë tregimin. Unë vdes si botues për të mastirë për të libër me tregimin. Vdes. Aq që më thonë e respektoj tregimin sepse është baza e letërsisë. Ky libër që në faqet e para në fakt, siç e thanë të parafolësit, të pushton me një realizëm të thellë dhe me një ndjenjë njerëzore që shkon në fakt përtej rrëfimit letrar. Ai është më shumë në fakt se një libër me tregime, është një dokument shpirtëror për sakrificën, për identitetin dhe për qëndresën. Përmes historisë, Ahmet Preshi në fakt ngre pyetje të mëdha për nderin, për gjakun, për përgjegjësinë, por gjithashtu mendoj që ky libër është një reflektim i thellë. Ku kemi qenë dhe ku duhet të shkojmë, dhe sa e rëndësishme është që ta tregojmë gjithmonë historinë, dhe atëherë kur ajo është me nota gri. Suksesi i këtij libri në fakt ka qenë i menjëhershëm, në emër të gjakut është pritur shumë mirë me vlerësime si në Shqipëri, ashtu dhe në Kosovë. Ahmet Preshi në pranarimin e librit të këtij viti në Kosovë është nderuar me çmimin e parë. Ky libër përmban 164 faqe dhe është i ndarë me tregime dhe novela të cilat lidhen me një periudhë të veçantë historike të vitit 1997. Nga disa autorë, ky libër shpesh është vlerësuar si një argument krize, kaose dhe përplasje midis rendit dhe dhunës. Andaj dhe shkrimin tim për këtë libër kam emërtuar Poetika e heshtjes së përgjakur. Përmes këtyre 8 rrëfimeve që përmban ky libër, Preshi përpiqet të rikthej kujdesin kolektive, ai përmes rrëfimeve të tij ndërthur elemente të dramës njerëzore me përplasje institucionale. Unë fakt desha ta hap fjalën duke thënë që jam një autor i ri, po me këto gërmime që kanë bërë në CV-n tim më duket vetja shumë i vjetër. Kështu që unë vërtet jam këtu si autor i këtij libri. Por unë aktivitetin tim e kam për 27 vitesh në institucionin legislatuese dhe ndonë se në librin e parë që kam bërë duke
ja dhonë duke kërkuar zotit Mustafaj që të më lexoj ato dëshkrimet. E merja me qeshur sigurisht, sepse isha një rishtar, një fillestar në këtë zeje. Dhe më thoshte të dëshirosh tani sa nuk e merr seriozisht, po më vonë dhe duke parë sot të ambient të predispozicion të organizim që bëhet pikërisht për librin tim, kjo është pikërisht e përgjegjësi që zoti Mustafa më thoshte atëherë që letërsia është dhe përgjegjësi. Dhe unë në këtë pikpamje kam shkruar dhe këtë libër, në fakt, duke nisur nga përvoja ime në policinë e shtetit, që kemi kaluar trauma të mëdha dhe më vjen mirë që shefi i policisë është tu i pranishë. Ta shpresoj shumë që të më lexoj librin. Kam gjetë një mënyrë të veçantë për të marrë dhe për t'ia kushtuar me që kjo është pasioni im tashmë për shkruar libra, për të bërë letërsi, që të kushtohem shumë pikërisht sakrificës së punësve policisë, të prokurorëve, të ndershëm, që ka sigurisht janë pak mbase, po shpresojmë që të bëhen sa më shumë për ditën e tepër, sepse është një fushë që unë i kam kushtuar jetën time, po dua që dhe mendoj që kjo është misioni dhe detyrimi im që t'ju lëm njerëzve ato gjëra që ne kemi parë, që kemi jetuar, duke i transmetuar në mënyrë të bukur, letrare. Dhe të vërteta që dim ne, që kemi punuar në këtë punë, i kalon çdo lloj imagjinata, çdo lloj fantazie letrare. Prandaj mendoj që ato pak gjëra që ne mbajmë mend, ato sakrifica që kanë ndaluar kolegët, ish kolegët e mi, kolegët tanë më parshëm, dhe ato që punojnë sot në këtë mision, t'ju vlesë ato pak, ajo eksperiencë, ajo memorie që unë transmetoj në librat e mi.